Ndihem shumë keq kur kolegët, madje edhe botuesi i MSNTV kërcënohet me armë dhe askush nuk gëzon. Pse Ambrosio Meta pyet, nxirret jashtë. Po përse Ilir Babaramo sot kujtohet që tek miku i tij që ka bërë mbi 20 e kusur vjet karrierë, të kuptoi se kjo qeveri nuk pas ka ndërtuar asnjë gjë. Më mirë vonë se kur, por pse? Ka vetëm një gëzim. Nëse TV Klani dhe dikush nga Report TV devijon, do thotë që Rama është në ditë të hallit dhe sigurisht dosja Spiropali në Gjermani dhe ministri drejten në SPAK dhe jo në qeveri, janë këmbana alarmi për Selin në Mavi dhe ndofta një fije shprese për të dashurën në Shqipëri. Suksese koleg, përpara se të shkojmë në punë, i njohim pronarët, dashnoret, bizneset, lidhjen, bandat e krimit që punojnë dhe i mbrojnë, dhe mos u ankoni kot, sepse gënjeni veten. Populli tashmë ju njeh dhe na di të gjithëve se kush jemi, çfarë linje editoriale kemi, sa pasuri kemi vënë me djersën e ballit dhe kë parti mbështesim për të mbushur edhe ne sadopak xhepin dhe për të ndihmuar ekonominë. Gjithë të mirat.